Kuvendi i Kosovës nuk arrin të konstituohet as pas përpjekjes së 16. U bë tashmë një muaj me dështime të përsëritura për konstituimin e kuvendit. Lëvizja Vetëvendosja tentoi sërish të formojë komisionin për votim të fshehtë të kryetarit të parlamentit, por nuk u mbështet nga partitë e tjera politike. Kryesuesi i seancës konstituive Avni Dehari bëri thirrje për propozimet e emrave të komisionit ad hoc, por partitë e tjera nuk i dhanë përgjigje pozitive. Për formimin e komisionit për votim të fshehtë të kryetarit të kuvendit, 55 deputet votuan pro, një ishte kundër dhe nuk pati abstenime. Në sallë ishin të pranishëm gjithsej 111 deputet. Partitë opozitare thonë se mënyra se si vetëvendosja po tenton të realizojë zgjedhjen e kryeparlamentarit përmes votimit të fshehtë është jo kushtetuese dhe i kanë kërkuar gjykatës kushtetuese të ndërmarrë një masë të përkohshme për të ndaluar mbajtjen e seancave, derisa të merret një vendim. Seanca u ndërprer dhe u shty më 17 maj në orën 10:30. Presidenti e Kosovës, Vjosa Osmani, do të zhvillojë një takim këtë pasdite me kryetarët e partive politike, të cilin e kanë konfirmuar.